Robotët humanoid të fuqizuar nga inteligjenca artificiale janë një realitet i ditëve të sotme dhe besoj që do të na shoqërojnë gjatë. Por gjatë kësaj jave, 2 prej tyre janë bërë goxha popullor dhe jo për të njëjtën arsye. I pari quhet Iron, është prodhuar nga kompania kineze e makinave elektrike Xpeng dhe duket aq real sa që njerëzit menduan se ishte prej mishi dhe gjaku. Kompanisë më pas ju desh që të postonte një video të dytë për t'i bindur komentuesit që poshtë rrobës që e mbulonte kishte kabuj dhe pjesë plastike apo metalike. I dyti pastaj quhet Idol, është i pari robot humanoid i prodhuar nga Rusia dhe për fat të keq, ditën e prezantimit u rrëzua në sken duke bërë që edhe njerëzit e internetit të qeshnin. Dhe në fund të kthehemi videove më popullore të platformave tona sociale, pasi do t'ju prezantoj me një tifoze 86 vjeçare të Realit të Madridit dhe mund ta shihni vetë se në cilat vite ka nisur që ta ndjek futbollin apo cilët janë lojtarët e saj të preferuar. Qa skuadrëve preferon? Me ke tifoze? Me Realin e Madridit jam. Real Madridit? Po ç'ne me Real e Madridit? Kisha qef, ishte skuadrë mirë, edhe trajnerët i kishe të mirë, edhe u bëra me Real e Madridit. Afërsisht sa vjet ke me Realin? Po kam qenë në 97-98. Qenë 97-98? Po. Kush ka qenë lojtari që t'ka pëlqyer te Reali? Reali, në atë kohë kur losin ka pëlqyer Zidane, Figo, Roberto Carlos. Dalet mendonin tani kush ishte në atë kohë. Beckham. Po, Beckhami. Pëlqen Beckham, ja? Pëlqente bënda ta golat na me Zikursi bënte Beckhami. Ishte shumë i mirë. Përveç këtyre lojtarëve tani, Realin tani e shikon ndeshjet e Realit? Dhe ndeshje pa parë të Realit. Edhe Barcelonën e ndjek, por Realin e kam të zemrës. Cili lojtar është tani i mirë të Realit që lund tani? Kush pëlqen? Tani i mirë? I mirë është ai francezi Mbappéja. Mbappéja? Po. Pëlqen, po pse pëlqen? E kam qef los bukur bën gola. Super fare. Po çdo ndeshje të Realit shikon? Po, edhe na dy herë isho jo një herë. E tjetë bërë ditën e parë, po edhe ditën e dytë të shikon. Sa vjet ke që shikon futboll? Futboll? Që qa viti? Jena 94-95 kështu. Jemi ende në Vjeshtë, por dimri mund të themi që ka ardhur zyrtarisht në platformat tona sociale, sidomos në Instagram dhe në TikTok. Mund të keni parë njerëz të njohur apo edhe thjesht ata që ndiqni në mediat tuaja sociale që të publikojnë foto të tyre, të realizuara thuajse në mënyrë profesionale në mes të dëborës. Por siç mund edhe ta dini, nuk bëhet fjalë për filtra por për imazhe të gjeneruara nga inteligjenca artificiale. Bëhet fjalë për softvera si Meitu, i cili është kinez, por mund të shkarkohet edhe në Google Play apo edhe në App Store, të cilët ofrojnë një filtër që quhet AI Snow. Rezultatet janë kryesisht mbreslënse, por janë ngritur edhe pyetje rreth privatësisë. Për të kthyer një foto tuaj të zakonshme në të jashtëzakonshme, nëse mund të themi kështu, duhet ta ngarkoni në serverat e aplikacionit që po përdorni dhe nuk keni si ta dini më pas se si do të përdoren fotot apo videot tuaja. Dhe me që jemi këtu, vajzat në Gjermani janë duke rrëfyer për mediat e vendit se si fotot që ato ngarkonin në platformën Vinted për të shitur rroba të përdorura janë vjedhur dhe më pas janë publikuar në grupe Telegrami apo website që nxjerrin përmbajtje për të rritur. Dhe Vinted ka marrë edhe një gjop prej 2.3 milion eurosh në vitin 2024 nga Inspektoriati Lituanez i Mbrojtjes së të Dhënave, për akuza që ndër të tjera përfshinin transparencë pamjaftueshme në lidhje me përdorimin e të dhënave dhe probleme me përdoruesit që ushtrojnë të drejtën e tyre për fshirjen e këtyre të dhënave. Probleme janë raportuar edhe nga përdoruesit në Francë, në Itali dhe në Britaninë e Madhe. Pra në thelb debati që vjen me ekspozimin e të dhënave tona personale me ose pa pëlqimin ton, vijon dhe do të mbetet gjatë.
Mbetemi në mjedisin online, por do të zhvendosemi në Itali. U bën vite tashmë që platformat sociale janë kthyer në një vend pune për ata që ne i quajmë influencera. Dhe në Itali, këta persona që influencojnë masat që i ndjekin do të duhet të përmbahen disa rregullave të reja. Më konkretisht, nëse ke 500 ose më shumë ndjekës